Tragjike. Gjyshi dhe mbesa 3 muajshe humbin jetën pas sulmit nga 7 pitbull. Një tragjedi ka ndodhur në Tennessee, ku një gjysh 50 vjeçar dhe mbesa e tij 3 muajshe humbën jetën pas një sulmi nga 7 qen pitbull që i përkisnin familjes së tyre. Policia tha se u detyrua të qëllonte dhe të vriste të gjithë qentë për të arritur te viktimat. Ngjarja ndodhi të mërkurën pasdite, ndërsa autoritetet gjetën James Alexander Smith, 50 vjeç, të pajetë brenda banesës. Foshnja ishte gjallë kur hyri policia, por me plagë të rënda dhe ndërroi jetë para se të transportojë për ndihmë mjekësore. Fqinjët thanë se qentë ishin të njohur për agresivitet dhe kishin sulmuar më parë kafshë të tjera në lagje. Autoritetet po hetojnë rrethanat dhe historikun e kafshëve, ndërsa trupat e qenve janë sekuestruar nga shërbimi i kontrollit të kafshëve, Tullahoma. Komuniteti mbetet i tronditur nga ngjarja dhe autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal ndaj kafshëve të rrezikshme.